Vazhdojmë përsëri me lindjen e mesme. Lideri suprem i Iranit hedh poshtë komentet e Trumpit për propozim për programin bërthamor. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei deklaroi se Teherani nuk ndjen asnjë presion për të përgjigjur një propozimi amerikan për një marrëveshje që synon të kufizojë programin bërthamor të Iranit. Ai tha se komentet e presidentit Trump për këtë çështje gjatë vizitës së tij në rajonin e Gjirit Persik nuk ja vlen të marrin përgjigje. Komentet e Khameneit më 17 pajër dhe një ditë pasi Trump tha se Washingtoni kishte bërë një propozim dhe se Irani duhet ta marrë vendimin sa më shpejt. Ata kanë një propozim me rëndësishja ata e dinë se du veprojnë shpejt për ndryshe diçka e keqe do ndodhë, tha Trump gazetarëve në bordin Air Force One pas u largua nga Emiratet e Bashkuara Arabe më 16 maj. Teherani këmbgul se nuk ka marrë asnjë propozim. Trump ka kërcënuar me një veprim ushtarak kundër objekteve bërthamore iraniane nëse nuk arrihet një marrëveshje dhe gjatë turneut të tij katërditor në lindjen e mesme këtë javë se Shtetet e Bashkuara ishin afër një marrëveshje me Iranin. Trump i tërhoqi Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja shumë palçe e vitit 2015 për programin bërthamor të Iranit në vitin 2018 gjatë mandatit të tij të parë presidencial. Teherani dhe Washingtoni rifilluan bisedimet bërthamore në prill me ndërmjetësimin e Omanit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha më 15 maj se Irani ishte në prag të zhvillimit të një arme bërthamore dhe se Washingtoni po përballet me një moment kritik me Teheranin. Irani, i cili po pasuron uranium në nivelet afër të armës bërthamore, për 60% pretendon se programi i tij bërthamor është paqësor dhe është i gatshëm të ofrojë garanci por Shtetet e Bashkuara për zbutur shqetësimet.